Kuptimi I shkronjave në pasaport. Expulse de port apelas. Shkronja pa mjet identifikimi të vlefshëm. Shkronja B me mjet identifikimi ose dokument udhëtimi fals. Shkronja C pa vizë të vlefshme ose pa leje qëndrimi të vlefshme. Shkronja D me vizë ose leje qëndrimi false. Shkronja pa dokumentacionin e nevojshëm që vërteton qëllimin e udhëtimit dhe kushtet e qëndrimit. Shkronja F ka qëndruar më shumë se 3 muaj në 6 muajt e fundit në territorin e zonës Schengen. Shkronja G pa mjete të mjaftueshme jetese në lidhje me periudhën dhe kushtet e qëndrimit, si dhe pa mjete për t'u kthyer në vendin e origjinës. Shkronja H është sinjalizuar në regjistrin e shtetit ku po hyn ose në sistemin SIS. Shkronja I konsiderohet I rrezikshëm për rendin dhe sigurinë publike të brendshme.